Përshëndetje, jam Arineta Mula, dikur kam gjitë male edhe kam pra punë për male asfalt. Sot më ka beku zoti me qenë nan e një vajzë 2 vjet. Po du pa nga pak me nda për vojën time, qysh është me qenë aktive, jo për mu dok bukur e interesant, po për shëndetin, për mendjen edhe trupin tënd. Shumë komente kom marrë, qysh e marrë vajzën edhe andihet vajza për shtatshëm, kur unë e marrë edhe vendosim qantë. Jo. 95% të rasteve, vajza ndihet shumë mirë edhe për shtatshëm. Mendoj që më ka ndihmu tepër është që po më dalë rregullisht prej kur ka qenë 1 vjet. Tash ju ka bu rutinë edhe kësaj me dalë. Madje nëse e pyes mëngjes çka kemi me bo, ka me thonë kena me dalë në mal. Qanta është jashtëzakonisht e mirë, ka mbrojtjen edhe prej diellit, qysh e marr unë edhe mbaj, rri drejt. Beba numër 2. Edhe e marr këtë formë. E vendosim një herë tek këmba. Edhe me që jam 7 zonë, po kam kujdes ku me vendos të me thonë ripin. E vendosi poshtë barkët, ri të krahërori, e eci sa ma drejt, mënyrë që ngarkesën me e ndje ma shumë në krah se sa në pjesën e poshtë të trupit, për shkak të shtatzanis. Na jemi gati me dalë me eci. Por kozgjatjen e shtegut, zakonisht eci prej 1 orë deri 1 orë e gjys, pa ndalë, të nalëze. Kapak. Lila.